Gjuha si port ndaj botës. Gjuha e hap rrugën drejt njerëzve të tjerë dhe për të mësuarin. Ajo ndërmjetësohet që nga fëmijëria brenda familjes. Flisni me fëmijën tuaj në gjuhën e familjes edhe kur kjo nuk është gjuha rajonale. Nëse gjuha e familjes është e forcuar, fëmija juaj do të mësojë më lehtë gjuhë të tjera. Megjithatë, mundsojeni fëmijës suaj të njihet me gjuhën rajonale, për shembull, në një grup loje, në kopshtin ditor, ose përmes ofertave të tjera për zhvillimin gjuhësor. Fëmija juaj komunikon. Fëmijët i duan lojrat gjuhësore. Ata provojnë zëra dhe tinguj dhe trillojnë fjalë gazmore. Nga ndonjëherë, ata përdorin edhe shprehje të këqija për të parë se si reagoni ju si prindër. Dëgjojini fëmijën tuaj me vëmendje. Nëse shqipton fjalë akoma në mënyrë të paqartë, përsëritni këto saktë dhe veçanërisht qartë. Flisni shumë me fëmijën tuaj edhe kur ai është akoma shumë i vogël. Bisedoni me atë mbi gjëra të përditshme, për shembull, gjatë gatimit, në vendin e lojrave, në autobus ose gjatë bërjes së pazarit. Interesohuni për atë që bën fëmija juaj. Komentoni atë që ai vëzhgon. Fëmija juaj dëgjon. Këndoni së bashku këngë në gjuhën e familjes dhe lexoni fëmijës suaj libra dhe figura me tregime. Pyesni atë, çfarë ka ndodhur në tregim? Çfarë mund të ndodhë më pas? Kjo simulton fantazinë e fëmijës suaj dhe ai mëson t'i shprehë mendimet e tija me fjalë. Në shkollë, përmbajtjet e mësimit ndërmjetësohen nëpërmjet gjuhës. Një fjalor i gjerë e mbështet të mësuarit, po ashtu aftësinë për të dëgjuar dhe kuptuar mirë. Nëse fëmija juaj ka përjetuar që me gjuhën mund të ndikojë mbi diçka, mund të shprehë ndjenja dhe gjejë zgjedhje, atëherë ka më lehtë të bashkëveprojë në grup.